Episodin e sotëm të serialit Qyteti i Largët do e nisi me kurthin që Sadakat po përgatit për Aljan. Ajo vendos një infermiere që duhet të përpiqet të dështojë një operacion të ardhshëm të një paciente të Aljas. Sadakat, tani më dëgjo mirë. Nëse bën atë që të them unë, nëse i zbaton fjalët e mia, trajtimi i nënës tënde do të vazhdojë. Edhe shtëpinë ku jetoni do ta kaloj në emrin tuaj, që të jetoni rehat. Por nëse nuk e bën, harroje këtë jetë të mirë, harroje edhe trajtimin e nënës tënde, e di që ato ilaçe janë të vështira për t'u gjetur. Tani më trego, le të shohim, cilin pacient do ta fus më pas zonja Alja në operacion. Infermierja, nën kërcënimet dhe presionet e Sadakatit, se jo gjithçka varet në dorën e saj. Ndërsa Sadakat nga ana tjetër i thot: "Ti mos u shqetëso, ti mendo vetëm për nënën tënde, a më dëgjove? Ti do të mendosh për nënën tënde, kujdesu për te, pjesën tjetër ma ler mua. Hajde tani, bëj atë që duhet." Zerrin shkon për një kontroll tek Alja në lidhje me shtatzanin. Ajo shpreh frikën se Demir po bëhet çdo ditë edhe më keq, kur mendon se Kaja mund të zbulojë se fëmia është i tij. Alja i kërkon të qetësohet dhe për momentin të mendoj për shëndetin e fëmijës dhe të vetes. Këtu kuptohet se Alja dhe Gjian janë në dijeni se fëmia i Zerrinit është i Kajës. Por situata në spital agravohet edhe më shumë, kur Demir sheh Zerrinin pranë Kajës. I acaruar ai merr Zerrin me forcë dhe e largon që aty. Teksa debati midis Zerrin dhe Demirit përshkallëzohet gjithnjë edhe më shumë, tensioni arrin kulmin. Zerrin e nervozuar dhe lënduar i kërkon me këmbgulje të ndalojë makinën. Zeri i saj dridhet me zemërimin dhe dëshpërimit. Në momentin që makina ndalon, gjithçka ndodh brenda sekondash. Papritur, një person i panjohur i afrohet me shpejtësi, e kap fort nga krau dhe pa i lënë kohë të reagojë, e tërheq me forcë, duke e futur në një makinë tjetër. Skena është e rrëmujshme dhe tronditse, e mbushur me panik dhe konfuzion. Demiri që ndodhet pak më larg e sheh gjithë ngjarjen, por është tepër vonë për të reaguar në kohë. Ai mbetet i shtangur për një çast, ndërsa në mendjen e tij lindin menjëherë dyshime. Pa hezitim, mendja e shkon te Kaja, duke besuar se ai qëndron pas gjithë kësaj ngjarje të papritur dhe të rrezikshme. Duke dëgjuar për gjithë këtë ngjarje, Exmel niset menjëherë për tek shtëpia e Sadakatit. Ndërsa ai kërkon Sadakatin të dalë dhe të jap shpjegime për mungesën e Zerrinit. Exmel akuzon Sadakatin për përfshirje dhe urdhëron të zbulojë ku është Kaja, duke e sfiduar publikisht dhe duke e detyruar të jap përgjigje. Nga ana tjetër, Sadakat e quan Exmelin iblis dhe qen, duke e pyetur me arrogancë se çfarë pune ka në shtëpinë e saj. Ajo është e bindur se i biri Kaja nuk është i përfshirë në një akt të tillë. Jashtë derës së konakut, Demir është jashtë kontrollit, i pushtuar nga paniku dhe zemërimi. Ai bërtet vazhdimisht: "Ku është gruaja ime?" duke kërkuar me dëshpërim një përgjigje. Ai mban një armë në dorë dhe në kulmin e nervave kërcënon Kajën se do ta vras, ndërsa njerëzit përreth përpiqen ta mbajnë dhe ta ndalojnë që të mos bëjë diçka të pakthyeshme. Nga ana tjetër, Kaja e mohon, duke thënë se nuk ka bërë asgjë dhe se nuk di gjë për zhdukjen. Akuzat hidhen në ajër, por mungojnë provat. Pavarësisht kësaj, Demir është i bindur se dikush prej tyre është përgjegjës dhe kërkon me ngulm që fajtori të dalë para tij. Duke marrë vesh lajmin që i pek ishte në vendin e ngjarjes ku u rrëmbye Zerrin, Kaja i kërkon që ta ndihmojë me detajet në lidhje me automjetin. Në atë moment, ndërhyn Sadakati. "Çfarë të duhet ty? Në çfarë gjendje ke çuar vajzën? Ajo është e fejuara jote. Ç'të duhet ty puna e Zerrinit? Ajo është e martuar, iku, ti je i fejuar." Por Kaja i drejtohet Gjianit se duhet ta ndihmoj të gjejë atë minibus. Por Gjian e shikon me dyshim, duke e pyetur pse nuk e hapte telefonin. "Kaja, vëlla të betohem, nuk e bëra unë. Vajza është e martuar, ka ikur, madje është edhe shtatzan. Unë do të martohem, pse do ta bëja unë këtë vëlla?" Ndërsa Gjian Denizi shpreh dëshirën që bashkë me nenën dhe babain e tij të darkojnë të tre si familje. Për t'i realizuar këtë dëshirë djalit vogël, Gjian kërkon që të përgatitet një darkë speciale vetëm për ata të tre në taracën e shtëpisë. Por Sadakat, papritur ka punëtoren duke çuar darkën lart. Sadakati:
Ku po e çon atë? Çfarë ka brenda kësaj? Çfarë po kurdisni pas shpinës time? Edhe pse punëtorja përpiqet ta fsheh dhe të mos zbuloj asgjë, Sadakat nuk dalet. Sadakati, çfarë lloj maskaralleku është ky? Çfarë është kjo komedi? Këtë e keni përgatitur për Xhanin dhe për nusen e tij Alien, apo jo? Ndërkohë që djali im poshtë po ndjen erën e dheut, ju këtu po mendoni për Rehatin në shtëpi. Nuk ju erdhi turp? Turp ju vi. Pas këtyre fjalëve, Sadakat hedh gjithë ushqimin për tokë, duke prishur kështu darkën e Xhanit dhe Alies, duke dëgjuar këtë Xhan përballet me nenën e tij. Ndërsa Alia merr djalin dhe niset për tek dhoma e saj. Sadakati, ti po kërkon gjithmonë mundësi për përplasje, ndërkohë që Borani po rri si në varr, ti këtu do të hash e të jetosh në Rehati. Nuk të erdhi as pak turp? Si ka mundësi që në këtë moshë të mashtroj ajo grua dhe t'ju ver të gjithve nën kontroll? Po ju manipulon të gjithve. Xhihani, ai fëmijë thjesht donte të ishim të lumtur. Ne vetëm u përshtatëm me dëshirën e tij. Ndërsa Sadakat e acaruar vazhdon. Lumturia e atij fëmije është edhe lumturia jon. Varet vetëm nga fakti që ai do të takoj babain e tij. Babai i tij do të zgjohet, do ta shikoj. Atëherë do të jemi të gjithë të lumtur. Edhe pak ka mbetur. Ju çfarë do të bëni pas kësaj? Pas këtyre veprimeve dhe këtyre fjalëve, Xhani thot vetëm një fjalë, se ai në këto momente e sheh nenën e tij si një armike për të. Xhan shkon t'i shpjegoj Xhan Denizit se tavolina ishte shkatëruar nga era e fortë dhe për këtë arsye nuk mundën të darkonin, por ai premton se do të ketë momente të bukura mes tyre. Për një moment, djali i vogël kërkon që Xhan dhe Alia të shkëmbejnë një përqafim, ku ju bashkohet edhe ai. Ndërsa Sadakat merr lajmin se puna e saj, ku të fusë në kurth Alien ka përfunduar. Alia pa ditur gjë, shkon në spital të kryej operacionin e pacientes së saj. I habitur Xhan pyet Alien se çfarë ka ndodhur. Alia, ndodhi diçka shumë e keqe, tani ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Policia ka marrë një denoncim. Policia, përshëndetje. Kemi ardhur për një ngjarje që ka ndodhur në spitalin Yonxha. Jemi këtu për një kallëzim që është bërë për rrezikim të jetës së pacientes. Denoncim? Kush e ka bërë denoncimin? Pyet Sadakati. Policia, zonja Sadakat, për akuzën e rrezikimit të jetës së Gyler, duhet të vini me ne në komisariat. Sadakati, unë nuk kam bërë diçka të tillë, nuk kam rrezikuar jetën e askujt. Kjo nuk është e vërtetë. Po kush mund të ketë bërë një denoncim të tillë? Kush do të guxonte? Në atë moment, Alia i drejtohet Sadakatit, duke i thënë: "Isha unë ajo që e bëra denoncimin." Kjo skena vërteton edhe një herë një shprehje popullore që të gjithë e njohim. Po ja bëre gropën tjetrit, bie vet brenda. Sepse në fund, e vërteta gjithmonë del në dritë. Edhe ata që përpiqen të dëmtojnë të tjerët, shpesh përballen me pasojat e veprimeve të tyre. Çfarë mendoni ju? A ishte kjo drejtësia që pritej apo ka ende sekrete që do të dalin në pa? Mos harroni të na bëni një like, subscribe dhe të komentoni mendimin tuaj.